Çfarë pushime kemi marrë tani në Angli? Tani kemi marrë pushimet e tetorit, edhe në fillimin e nëntorit. Në Angli marrim 5 me 6 herë në vit pushime nga shkollat. Do me thënë kemi në verë, që është gushti i gjithi, pastaj kemi në fund të tetorit, pastaj kemi në dhjetor, 2 javë, pastaj kemi në shkurt, pastaj kemi në maj, në qoftë se sfaroj ndonjë, në maj kemi nga maj duhet kemi dhe në korrik prap, jo në korrik s'kemi, në maj edhe pastaj kemi gushtin. Do me thënë 5 me 6 herë kemi pushime në vit këtu në Angli, kështu sistemi. Nuk marrim 3 muaj pushime në verë, si që ka në shumë vende të tjera, për shumë si që ka Greqia ose Shqipëria. Neve këtu marrim një muaj në verë, do me thënë gushtin edhe ndonjë javë nga korriku, edhe pastaj gjatë gjithë vitit i ndajnë pushimet nga një javë 10 ditë, që kështu tani kemi pushimet e tetorit, që është fundi tetorit, deri në fillim të nëntorit një 10 ditë pushime, këto pushime kemi tani, të tetorit.